Vendimi i fundit i Këshillit të Ministrave që thekson se shqiptarët do të thirren nën armë në situatë të jashtëzakonshme kundërshtohet nga qytetarët shkodran. Sipas tyre, me rikthimin e zborit, kryeministri Rama po rikthen sistemin komunist në vend. Për ta, një vendim i tillë është jashtë çdo logjike, duke qenë se Shqipëria është edhe anëtare e NATO-s, aleancës së më të madhe ushtarake në botë. Për mendimin tim, zbori janë të rinia pa punë, në për klube, në për gjën, për çfarë zborit, kush na sulmon ne hera bën me ditë kërkush. Zbori, çfarë zbori tash më në këtë kohë? Zbori tash më, çka mësoj për moshën time që i di zborit. A din që të më thonë me fut me këtë gjendje sociale, këtë gjendje ekonomike që kanë këta njerëz, me fut edhe në zbor. Qeveria ka rikthye zborin, e bën shumë mirë me rikthye edhe qafbarin, e me burgjet, me tela, edhe i herë se ja kena dhënë vetë votën Edi Rams. Për zborin e gjykojmë, s'ka më jashtë me na bën edhe i herë si në partinë e punë Shqipnisë, s'ka më zi. Mi këtë tokë se mund të shkojnë, me marë njerëzit në zborë, për qa me i marë në zborë? Na e në natë, nuk në sulmon kërkush. Qeveria dhe në me banë si ka banë verë Hoxha qeveria Saudit, asë gjën tjetër, si ka banë veri do me quë prapë kjo njështu. Në Evropë nuk gjenë zborë veshmen verin edhe me Edi Ramin. Qeveria shqiptare më se një çerek shekullin nga rënja e komunizmit nëpërmjet një vendimi ka miratuar planin e mobilizimit të përgjithshëm ose të pjesëshëm të burimeve njerëzore e materiale të vendit gjatë periudhës për të cilën kërkohet vendosje masave të jashtëzakonshme. Ndërkohë në këtë vendim parashikohet se mobilizimi ushtarak është detyrim ligjor i shtetësve për të siguruar plotësimin e njësive e të reparteve të strukturave ushtarake me personel gjatë periudhave në të cilat janë vendosur masa të jashtëzakonshme.